Në këtë edicion do të ndiqni. Paga 13 ndër prioritetet e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Dogana e Kosovës përmbyll vitin suksesshëm. Superheronjët e klubit Alpin Prishtina të dielën zbresin në Xhakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në një intervistë ekskluzive dhënë mediumit Syri derisa ka folur për sukseset e arritura, ka përmendur edhe disa nga vendimet kryesore që pretendon t'i marrë në mandatin e ardhshëm. Siguria është edhe mundësia dhe garancia për begati. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në intervistën e tij ekskluzive dhënë në televizionin Syri ka bërë të ditur që pas 28 dhjetorit do t'i marrë 3 vendime të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Ai tha se prioritet është votimi i buxhetit të Kosovës, që do të mundësonte pastaj edhe vendimin për pagën e 13 për sektorin publik, ligjin për çmimin tavan dhe ligjin për punësimin e veteranëve. Vendimet e para që të marrë në mbledhjen e qeverisë janë së pari, natyrisht, buxheti për vitin 2026 4 miliard. Së dyti është ligji i ri për çmimet tavan, për produktet bazë në mënyrë që shporta ushqimore e kosovarëve të jetë e përballueshme. Me datën 24 nëntor si vjet janë bërë 2 vjet, pra tashmë janë 2 vjet e 1 muaj që gjykata kushtetuese na e ka rrëzuar ligjin fillimisht. Por ne do ta ribëjmë këtë, sepse është domosdoshme që të ketë tavan dhe të mos ketë abuzim me çmime. E treta është që t'ju mundsojmë veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe të kenë benefitin edhe të punojnë, tash që po përmbyllet ky procesi për ato listat e fryera gjyqësor, ne do të kemi mundësi që të bëjmë hapin e radhës dhe veteranët e UÇK-s të mos kenë nevojë që të zgjedhin benefitin ose punësimin, mund t'i bëjnë të dyja. Kurti gjithashtu foli edhe për raportin e Kosovës me BE-n dhe SHBA-n, që sipas tij Bashkimi Evropian bëri mirë që i hoqi masat, sepse ishin të padrejta, ndërsa marrëdhënia me Amerikën tha se është tridimensionale. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëdhënien e kemi tridimensionale, zhvillim, diplomaci dhe mbrojtje. Mund të them që po ecin shumë mirë, sidomos në fushën e mbrojtjes dhe unë jam shumë i lumtur për këtë, sepse po blejmë ta zëm edhe sistemin syri i Shqiponjës, Hawkeye, si quhet, pastaj po blejmë edhe Black Hawk apo skifterët e zi, helikopterët, e kështu me radhë. Bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është pa shumë edhe në Gjakov, për shkak se nga babajt e bokës këtu, divizioni 28 i Këmbësërisë ushtrisë amerikane ka udhëhequr duke kontrolluar dhe komanduar operacionet e Defender 25 në mbar Evropën lindore, duke e vënë Kosovën në përgjithësi e në veçanti Gjakovën në hartën e operacioneve dhe mbrojtjes strategjike të NATO-s në krahun lindor. Pra, marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë ndoshta gjithmonë të shkëlqyeshme, por janë shumë të mira. Kujtojmë se para disa ditësh Bashkimi Evropian ka vendosur të heqë të gjitha masat ndëshkuese ndaj Kosovës deri në fund të muajit të ardhshëm, duke ia mundësuar vendit të përfitojë miliona euro ndihmë financiare, qysh në fillim të vitit 2026. Dogana ka pasur një përmirësim të vazhdueshëm në luftimin e ekonomisë jo formale. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, i ka puhuar syrit në një lidhje virtuale. Se gjatë vitit 2025, dogana e Kosovës pati edhe një varg sfidash, të cilat i tejkaloi me shumë përkushtim. Dogana e Kosovës e cilëson vitin 2025 shumë të suksesshëm. Kjo pasi sukseset e arritura gjatë këtij viti janë cilësuar si arritje historike. Sipas indikatorëve zyrtar, gjatë këtij viti janë shënuar rezultate të mëdha në mbledhjen e të hyrave dhe në luftën kundër informalitetit. Zëdhënësi i doganës së Kosovës, Adriatik Stavileci, ka bërë të ditur se gjatë vitit 2025 janë mbledhur gjithsej 1 miliard e 968 milion euro të hyra. Gjatë këtij viti kemi pas një vit mjaft të suksesshëm ku gjithë indikatorët e performancës për vitin 2025
kanë treguar që kemi shënuar një rezultat historik në mbledhjen e të hyrave, luftën kundër informalitetit dhe normalisht pjesën më të rëndësishme modernizimin e shërbimeve tona. Gjatë vitit 2025, Dogana ne kemi arrit me mbledh 1.968 milion euro, duke kalu edhe projeksionin e qeverisë, normalisht për rreth 71 milion euro, por duke të kalu edhe vitin e kaluar për rreth 8% apo 185 milion euro. Stavileci tha se këto rezultate janë arritur falë përmbushjes vullnetare nga bizneset, kontrollave të shtuara dhe luftës së vazhdueshme kundër informalitetit. Kjo rritje vjen si rezultat i përmbushjes vullnetare, kontrolleve efektive dhe luftës së pakompromis ndaj informalitetit. Pra të gjitha këto të arritura janë të arritura të Doganës, të cilat jo vetëm i atribuohen Doganës, por normalisht edhe biznesit dhe qytetarëve të Kosovës. Ai po ashtu theksoi se tashmë ka filluar një fluks i madh i bashkëdhetarëve që po vinë në Kosovë, duke shtuar se doganat e Kosovës janë të përgatitura dhe gjithmonë të gatshme për menaxhimin e këtij fluksi. Dogana e Kosovës në dy aspekte gjithmonë, në dy periudha gjithmonë përgatitet për fluksin e madh. Ne përgatitemi në prag të fund vitit dhe normalisht gjatë sezonit së verës kur kemi edhe fluks më të madh të bashkëdhetarëve. Normalisht që të gjitha kontrollat që aplikohen në pikat kufitare bazohen në bazë të riskut dhe të aplikohen kontrolla më të lehta në këto dy periudha. Megjithatë, Stavileci tha se edhe pse janë shënuar suksese të mëdha, sfidë mbeten proceset e modernizimit dhe digitalizimit të doganës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar qytetarët për bllokime të përkohshme të qarkullimit në një segment rrugor në Serbi, i cili shfrytëzohet për udhëtime drejt Kosovës. Bllokimi janë paralajmëruar me 27 dhjetor nga ora 11:52 deri në 18:52, si dhe me 3 janar 2026 nga ora 9 deri në mesnatë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar qytetarët për bllokime të përkohshme të qarkullimit në një segment rrugor në Serbi, i cili shfrytëzohet për udhëtime drejt Kosovës. Sipas njoftimit zyrtar, segmenti rrugor në fshatin Kastrat të Kurshëmlicës është bllokuar të mërkurën me 24 dhjetor nga ora 11:50 deri në orën 15:50 për shkak të aktiviteteve të paralajmëruara nga banorët lokal. Bllokimet të tjera janë paralajmëruar edhe me 27 dhjetor nga ora 11:52 deri në 18:52, si dhe me 3 janar 2026 nga ora 9 deri në mesnatë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës u ka bërë thirrje qytetarëve të Republikës së Kosovës, veçanërisht atyre që jetojnë jashtë vendit dhe që gjatë festave të fundvitit udhtojnë drejt vendlindjes, që të planifikojnë me kohë lëvizjet e tyre dhe të shfrytëzojnë rrugë alternative, me qëllim të shmangjes së pritjeve dhe vonesave në qarkullim. Qytetarët e Kosovës që jetojnë në diasporë shpesh përdorin rrugë tranzitore nëpër Serbi, përmes pikave kufitare si Brnjaku, Jarinja dhe Ujbardh, Muqibaba dhe Mutivoda. Sipas të dhënave të fundit të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet për hyrje në Kosovë aktualisht janë të shkurtra dhe zgjasin vetëm disa minuta, ndërsa në pikën kufitare Jarinje pritja arrin deri në 10 minuta. Barazia gjinore në ditët e sotme është një ndër fenomenet më të diskutuara. E ftuara në emisionin e mëngjesit ama mirë këtu atje Vlora Tuzinushi, shefe e zyrës së One Woman të Kosovës, thotë se Kosova është ndër vendet të pakta që ka pasur 2 gra presidente të vendit. Barazia gjinore në ditët e sotme është një ndër fenomenet më të diskutuara. E ftuar në emisionin e mëngjesit ama mirë këtu atje në televizionin Syri e Top Radio, Vlora Tuzinushi, shefe e zyrës së UN Women në Kosovë, ka folur për misionin e UN Women si organizatë që mbulon fuqizimin e vajzave dhe grave në të gjitha aspektet. Ka një mision shumë të veçantë, sepse në të gjithë familjen e Kombeve të Bashkume, UN Women mbulon fuqizimin e vajzave dhe grave në të gjitha aspektet.
ka pashtu roli normativ që ndihmon institucionet qeverit në nivel qendror dhe lokal në ndërtimin e kornizës ligjore dhe siguron që të ketë perspektivën gjinore në ato ligje dhe politika. Dhe mandati i tretë është që brenda vetë sistemit të Kombeve të Bashkuara me u siguru që barazia gjinore të jetë bazë apo të jetë shtylla kryesore në mënyrë që nga gjithë mbështetja që ofrojnë Kombet e Bashkuara të përfitojnë barazi vajzat, djemt, burrat dhe gratë. Ndërkaq Tuzi Nushi tha se Kosova është një prej vendeve ose i vetmi vend që në 2 mandate ka pasur një grua si presidente, njëjtë edhe te korniza ligjore që jemi të avancuar, por kur vjen puna të zbatimi normalisht që ka ende punë për të bërë. Kur e shet që Kosova është një prej, do shta me thoni, vetmi vend botë që në dy poste, një pas një ka pas gru presidente. Në 2 mandate. 2 mandate, se s'më kujtu fjala. Mendoj që jemi shumë të avancuar. Po ashtu, sa i përket kornizës ligjore, jemi shumë të avancuar në kuptimin që i kemi të harmonizuara me ato ndërkombëtar. Por, kur vje puna të zbatimi, natyrisht alo ka punë për të bërë. Punë gjithmonë e thom, na e shohim veç Kosovën, po edhe vendet perëndimore, domethënë edhe vendet evropiane momentalisht janë tu ballafaqu me kriza të mëdha, posaçërisht na i thojmë gender pushback apo kundërshtim në lidhje me arritjen e barazisë gjinore. Jemi të folë për vendet si Hungaria apo edhe tash sfundi Lituania. Domethënë ka vende edhe nga Bashkimi Evropian që i kanë këto sfida që i kemi ne. Mes tjera Tuzi Nushi tha se barazia gjinore fillon që nga familja dhe se prindërit e shoqëria kanë rol të veçantë që nga fëmijëria të mësohet roli dhe rëndësia e barazisë gjinore. Qitë problem që kanë momentalisht. Të dielën me 28 dhjetor nga ora 11, superheronjët do të zbrisin sërish në Gjakov. Alpinistët e kapit të maskuar si superheronjët të kohëve moderne lëshohen militar nga objekti i Satkullës, duke shpërndarë dhurata për të veçlit. Kjo ngjarje tashmë është bërë tradicionale që ka për qëllim vetëdijesimin për aktivizimin vullnetar, socializimin, dhurimin, nxitjen e filantropisë dhe ndikimin në përmirësimin e imazhit të vendit. Superherojnë do të zbresin në Gjakov për herë të tretë. Të dielën tek Sahat Kulla, duke filluar nga ora 11, fëmijët do të kenë kënaqësinë të takojnë nga afër idhujt e tyre. Organizatori i këtij eventi, Ednor Hoti, tha se prindërit dhe fëmijët duhet të jenë gati për një surprizë të veçantë ku përveç takimit me superheronjtë e preferuar, fëmijët do të pranojnë edhe dhurata. Këtë diel bëhet edicioni i tretë i superheronjve në Gjakov, një garë që lëshohen superheronjë nga objekti i Sahatkullës dhe do të shpërndohen shumë dhurata për fëmijë. Hoti theksoi se Gjakova është një vend i preferuar për superheronjë si Spider-Man, Batman dhe shumë të tjerë, duke shtuar se interesimi i madh i fëmijëve e bën këtë qytet të veçantë. Kjo ka filluar pak si rastësisht para 3 viteve me klubin Alpin Prishtina, pas një takimi që ka pasur një bashkë-organizatorë jona, dhe pastaj ka filluar pëlqimi i Sahatkullës edhe objektit i lëshimit, mikpritja e madhe që ka bën Gjakov për audiencë, se ka fillu më pëlqy ma shumë për klubit Alpin edhe sigurisht që Gjakovën e kanë në qendër të organizimit edhe pse bojnë në disa vende tjera të Kosovës, por në Gjakove përfundojnë që 3 vite lëshimet me superheronjë. Të dielën përveç aktivitetit tek Sahatkulla, superheronjtë do të vizitojnë edhe repartin e pediatrisë në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov për t'u sjellë gëzim fëmijëve. Përmes materialit të radhës, kuptojmë mendimet të disa qytetarëve rreth zgjedhjeve që do të mbahen me 28 dhjetor. Zgjedhjet janë një proces kyç dhe i rëndësishëm në çdo sistem demokratik, pasi ato mundsojnë qytetarët të shprehin vullnetin e tyre dhe të ndikojnë në mënyrën se si udhëhiqen vendet. Në prag të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, qytetarët kanë dhënë mendimin e tyre duke shprehur pikpamje të ndryshme rreth procesit zgjedhor dhe rëndësisë që ai ka për vendin. Presim nga zgjedhjet që të formohet qeveria, se gjithë populli pe e vun këtë pasojë. Unë ju kisha bën thirrje të gjitha partive që edhe nëse nuk formohet qeveria me një parti, të bashkëpunojnë mes veti që ta formojnë qeverinë sa më parë.
Ndërkaq një tjetër shpreson se në këto zgjedhje do të ketë ndryshime dhe u bën thirrje qytetarëve që të votojnë. Presim të kemë ndryshime, që është koha që të ketë pak ndryshime. Gjithsesi ajo është obligim qytetar, që të dalin ai që ka drejt vote, është në katë mos më dalin me votu, sepse është obligim qytetar. Zgjedhjet e 28 dhjetorit pritet të jenë një moment i rëndësishëm demokratik, ndërsa mbetet të shihet se si do reflektohen pritshmëritë e qytetarëve në rezultatin final të këtij procesi. Këtë edicion po e përmbylli me disa informacione rreth premierave të planifikuara që transmetohen në Kino Hyriahana për këtë fundvit. Kino Hyriahana vazhdon të sjellë premierat më të reja për të gjithë adhuruesit e filmit. Në këtë javë festive, Kino do të shfaqë 3 premiera të reja: SpongeBob 4, Anaconda dhe The Housemaid. Kështu ka bërë të ditur menaxherja e marketingut në Kino, Donjeta Bobi, duke treguar edhe për oraret e shfaqjes së premierave. Në këtë javë festive, në Kino Hyriahana kemi përgatitur 3 premiera, duke filluar premiera e parë SpongeBob 4, premiera e dytë Anaconda, ndërsa premiera e tretë The Housemaid. Premiera e parë SpongeBob është në ora 18 sot e premte, ndërsa premiera e dytë Anaconda është në ora 20 sot, edhe premiera e tretë The Housemaid është në ora 20 nesër, shtunë 27 dhjetor. Tutje Bobi ka treguar se sot, para premierës SpongeBob 4, Kino ka përgatitur edhe një festë me maskota dhe muzikë për fëmijë. E kemi përgatitur në para filmit, para premierës, për fëmijë një party, domethënë sot në ora 17 kemi një party për fëmijë me maskota të SpongeBobit dhe me muzikë, pastaj e kemi premierën e filmit në ora 18. Andaj i ftojmë të gjithë fëmijët më ardhë dhe më kënaqë. Kino Hyriahana po vazhdon që punën e saj ta zhvillojë gjithmonë në hap me kinematografit botërore për t'ju dhuruar adhuruesve të filmit momente sa më të bukura. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Paga 13 ndër prioritetet e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Dogana e Kosovës përmbyll vitin suksesshëm. Superheronjët e klubit Alpin Prishtina të dielën zbresin në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.